Për mu është një qasje jo e plot, ose mangët e gjithë... A e din që duan këta si përmarrësit njërë? Po, është një qasje e mangët, sepse nuk është vetëm pjesa e biznesit, është pjesa e gjithë komunitetit e qeverisit, e programit plot të akomodimit dhe të integrimit tyre. Sa kam kuptuar unë, ata shihen vetëm si punonjës beqar me një moshë caktuar, ndërkohë si shihemi ne, si shihen shqiptarët apo Maqedonasit, apo shqiptarët e Kosovës në Sloveni apo Kroaci. Një sy krejt tjetë, nuk po flasë për shqiptarët e Shqipërisë se çfarë shkojnë në Kroaci apo Sloveni, po le të themi si shihen shqiptarët si emigrantë në vendet e tjera, po thua dhe si shohim ne emigrantët e huaj brenda vendit. Për të integruar, për të integruar. Po si jemi parë në Greqi, ata tha Flori. Po pra, si jemi parë në Greqi. Për fëmijët e tyre që të shkojnë në shkolla, e gjitha të tjera, po flas, e gjithë qasja është e kufizuar. Pra, shihet vetëm procesi për të ardhur në Shqipëri dhe nuk shihet procesi se si duhet i granosh në shoqërinë shqiptare. Fëmijët e tyre, pra nuk janë individ... Po kush duhet ta bëj këtë tani sipërmarrësi, se po e kërkojmë nga sipërmarrësi? Ja vetëm një sekond. Po pra, se mungon qasje plot. Po pse kush do ta bëj këtë? Sipërmarrësi... Unë kam kërku punëtorë që mos keni penjim familjare, mos keni vjerë, mos keni kunat. Edhe kjo është gabim. Pse që gabim, vë? Po pra, sepse nëse ti kërkon... Po pse si shkove në Itali unë? U lash familje, hy pas kafe, lash familje. Që ka e? Atë që kemi banë jetë, po e banë këto. Për kundërzi, këto po i gjenë që për para unë duhet i bëj kapanonin gati, se duhet për respektatën e punës. Duhet... Po me më nuk janë kafshat ose zorrinë si derra të stafani. Jo, po dhe mjanë mami se që kemi gjenë në kushtet. Kemi fjetë në shpjetë të abandonume në Italinë, në përgjeqi. Po ti nuk e fjetë për kapanone tani të lutëm tani, se në Itali ke fjetë si zotni, edhe në përkape ku keni, po si zotni nuk e fjetë. Në 95-94 kemi fjetë zotni, ku ke qenë të zotni? Tu merë jetë ajo shpreje që ne i bëjmë tjetrit atë që na kam bërë ne. Jo, ke gabim, Tu në Shqipëri kemi dhe njerëz që punojnë miniera që janë kines, pra vinë nga Kina, punojnë në bulqiz, punojnë në fabrikën e çomentës, janë njerëz nga Filipinet që punojnë në sektorët e ndryshme në ndërtim, edhe në sidomos në këto shumë pak nga Filipinet në ndërtim, po gjithsesi janë në pjesën e janë tani në kohë të fundit në kompani. Kemi student nga India, kemi nga Nepali, kemi bodyguard amerikan për biznesmen shqiptar, shumë të famshëm madje, që nuk duan as ti mësojnë gjuhën, as ti dinë sekretet. Pra janë gjithë farloj dhe me dojë mos, ne kërkojmë që ti rjepim, ti shtryllim, ti marrim... Po tani një sekund, detyra e kujt është tani, është detyra... Ja. Si që ka të shprejt, ti shtjepim të rritë... Kush është qëllimi primar i një biznesmenit? Maksimizoj fitimin. Maksimizoj fitimin. Që ja i zoti bëjë hahengë këtyre punojnës vetë. Unë kam një problem, që kostët më rriten për çdo ditë, diku do ta ullësh dhe ullë të punojësit. Kjo është një mënyrë për ta frenu rritjen e kostëve. Për ta ullur, për ta amortizuar. Shfrytëzimi është shumë e rëndë ti thush një biznesmeni. Shiko, ti s'po e merr me zor atë. Ti s'po e bën sklap. Ti po e fton të vi aty dhe ai pranon. Dhe ti ja thua kush. Ajo batuta që bën që nuk ka vjerë, nuk ka kunat, është shumë reale. Ne kemi një problem shumë të madh. Mungesat në punë, 10% çdo biznes i ka të pa arsyetuara. Që vin nga stafi. Nga stafi.